Horoskopi ditor, e shtunë, 29 nëntor 2025. Dashi. 29 nëntori 2025. Është një ditë për të përqafuar cilësitë tuaja të lindura të leadershipit. Ndikimi hënor në shenjën tuaj stimulon guximin tuaj dhe ngjall ide të reja. Tani është koha për të filluar atë projekt të ri që keni menduar. Jini proaktiv në komunikimin e ideve tuaja inovative me të tjerët, pasi do t'i gjeni të tjerët më të hapur se zakonisht. Prisni disa reagime konstruktive që mund të ndihmojnë në përsosjen e planeve tuaja. Megjithatë, mbani një sy në nivelet tuaja të energjisë. Mund të ndjeni një dëshirë për të trajtuar gjithçka menjëherë. Prioritizoni detyrat për të ruajtur harmoninë në rutinën tuaj të përditshme. Marrëdhëniet mund të marrin një kthes të papritur, me Venusin që ju shtyn drejt lidhjeve më të thella emocionale. Përqafoni cenueshmërinë, pasi ajo forcon lidhjet dhe hap rrugë të reja të mirëkuptimit. Ndërsa mbrëmja afrohet, relaksohuni me aktivitete që lejojnë shprehje krijuese. Një seancë meditimi ose një ndjekje artistike mund të ndihmojnë në balancimin e energjisë suaj dinamike, duke siguruar një ditë të plotë dhe të përmbushur. Besoni në udhëtimin tuaj, dashi. Demi. Kozmosi ju inkurajon të përqendroheni te stabiliteti dhe siguria, dy atribute që i vlerësoni shumë. Me hënën që kalon lehtë nëpër një sektor praktik, mund të gjeni veten të tërhequr për të rivlerësuar financat dhe qëllimet tuaja afatgjata. Tani është një kohë optimale për të krijuar një buxhet realist ose një plan investimi. Natyra juaj praktike shkëlqen, duke ju lejuar të ecni përpara me besim në vendimet tuaja. Marrëdhëniet përfitojnë nga energjia juaj toksore sot, duke u ofruar një prekje qetësuese të dashurve që kërkojnë këshillën tuaj. Ndërsa Venusi harmonizohet me shenjën tuaj toksore, dashuria dhe bukuria vijnë natyrshëm tek ju, duke rritur ndërveprimet tuaja. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të planifikuar një mbrëmje romantike ose një seancë relaksuese në natyrë për të qetësuar shisat tuaja. Sa i përket shëndetit, vëmendja ndaj dietës dhe mirëqenies fizike shpërblehet. Ushqeni trupin tuaj me ushqime të shëndetshme dhe merrni në konsiderat praktikat e vetëdijes për të rritur qëndrueshmërinë tuaj mendore. Demi, durimi dhe këmbëngulja juaj sjellin shpërblime që përputhen me ëndrat tuaja. Binjakët. 29 nëntori 2025. Paraqitet si një ditë komunikimi dhe lidhjeje. Yjet rreshtohen për të rritur talentin tuaj natyror për rrjedhim, duke e bërë atë një kohë ideale për të kontaktuar miqtë e vjetër ose për të bërë njohje të reja. Prisni shkëmbime të gjalla të mbushura me ide dhe perspektiva stimuluese që nxisin kuriozitetin tuaj. Planeti juaj sundues, Merkuri, është në një pozicion të favorshëm, duke nxitur qartësinë mendore dhe artikulimin. Shijoni dialog gjallërues që mund të çojnë në mundësi në sferat personale ose profesionale. Përshtatshmëria juaj është aleati juaj sot, duke ju mundësuar të lundroni në çdo situatë shoqërore me lehtësi. Sidoqoftë, keni kujdes që të mos e teproni me veten. Vendosni kufi të qartë për të shmangur mbi ngarkesën me informacion. Në çështjet e dashurisë, energjia është e lehtë dhe flirtuese. Beqar. Angazhohuni në aktivitete shoqërore ku mund të takoni dikë interesant. Çift. Një takim i gjallë natë e rindes shkëndijën. Balanconi ndjekjet mendore me aktivitetin fizik për shëndet optimal. Binjakët, qëndroni të hapur dhe kurioz, sepse çdo bashkëveprim ka potencial. Gaforria. Dita e re ju fton të zhyteni thellë në botën tuaj emocionale. Hëna, planeti juaj sundues, inkurajon vetanalizën dhe kujdesin për veten sot. Është një kohë e përkryer për të vlerësuar kufit tuaj personal dhe për të siguruar që ato mbështesin mirëqenien tuaj emocionale. Një mjedis qetësues shtëpiak bëhet streha juaj, duke ofruar ngushëllim dhe mundësi për të rimbushur. Kaloni kohë cilësore me familjen ose miqtë e ngushtë, duke ushqyer marrëdhënie që kanë më shumë rëndësi për ju. Energjia e ditës mbështet biseda të përzemërta që nxisin lidhje më të thella. Profesionalisht, besoni intuitës suaj kur lundroni në dinamikën e vendit të punës. Arritja në vendime të thella vjen natyrshëm, ndërsa natyra juaj empatike akordohet me rrymat themelore. Financiarisht, planifikimi praktik ndihmon në hedhjen e një themeli të sigurt për të ardhmen. Konsideroni investime që pasqyrojnë vlerat dhe aspiratat tuaja afatgjata. Ndërsa bie mbrëmja, relaksohuni me një libër të preferuar ose aktivitet krijues. Përqafoni zbaticën dhe zbaticën e emocioneve tuaja, duke i përdorur ato si një udhëzues drejt paqes dhe qartësisë së brendshme. Gafore. Luani. Më 29 nëntor 2025.
Universi hedh dritë mbi nevojën tuaj për vetëshprehje dhe kreativitet. Aspekti i favorshëm i diellit ju inkurajon të dilni në qendër të vëmendjes, duke shfaqur talentet tuaja në mënyra të guximshme dhe pa u penduar. Qoftë në punë apo në ndjekje personale, do të zbuloni se entuziazmi juaj është ngjitës, duke motivuar të tjerët përreth jush. Përqafoni mundësitë për të folur në publik ose përpjekje artistike që lejojnë që energjia juaj dinamike të lulëzojë. Sidoqoftë, ekuilibri është thelbësor. Qëndroni të vetëdijshëm për perspektivat e të tjerëve për të rritur bashkëpunimin. Marrëdhëniet lulëzojnë në autenticitet sot, me Venusin që ju nxit të ndani veten tuaj të vërtet. Lidhjet romantike thellohen me biseda të sinqerta, duke lejuar rritje të ndërsjellë. Ngjarjet shoqërore mund të sjellin njohje të reja emocionuese ose të thellojnë lidhjet ekzistuese. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë tuaj të gjallë në aktivitete fizike që sjellin gëzim, të tilla si vallëzimi ose sportet në ekip. Luani, mos harroni të ndaloni dhe të vlerësoni arritjet tuaja, duke ushqyer dritën tuaj të brendshme dhe duke ndarë atë me botën. Virgjëresha. 29 nëntori 2025. Sjell një mundësi për të përshtatur me mençurinë tuaj praktike dhe aftësitë organizative. Yjet rreshtohen për të nxjerrë në pa fushat e vetëpërmirësimit dhe efikasitetit, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të përballur me detyrat me saktësi dhe vëmendje ndaj detajeve. Qoftë pastrimi i hapësirës suaj apo vendosja e objektivave të reja shëndetësore, qasja juaj metodike siguron sukses. Ndërsa Merkuri ndikon në sektorin tuaj të komunikimit, ndarja e njohurive bëhet e lehtë, duke rritur pozicionin tuaj profesional. Kërkoni projekte bashkëpunuese ku shkëlqen aftësitë tuaja analitike, duke çuar në rezultate të frytshme. Marrëdhëniet personale mund të kërkojnë një qasje të menduar mirë. Angazhohuni në dialogje kuptimplote që sqarojnë çdo keqkuptim. Ana juaj edukuese vlerësohet nga të dashurit, duke nxitur ngrohtësinë dhe sigurinë në lidhje të ngushta. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi një dietë dhe rutine të ekuilibruar. Integrimi i praktikave të vetëdijes mund të ndihmojë në uljen e stresit, duke promovuar qartësinë mendore. Virgjëresha, natyra juaj e disiplinuar hap rrugën për shpërblime afatgjata, duke u parafruar me vizionin tuaj për një jetë të realizuar dhe harmonike. Peshorja. Ekuilibri bëhet parimi juaj udhëheqës ndërsa lundroni në marrëdhënie dhe përgjegjësi. Me Venusin në harmoni, sharmi dhe diplomacia juaj janë në kulmin e tyre, duke i bërë ndërveprimet shoqërore të lëmuara dhe të dobishme. Është një ditë ideale për të ndërmjetësuar konfliktet ose për të negociuar marrëveshje që kërkojnë takt dhe drejtësi. Aftësia juaj për të parë perspektiva të shumëfishta nxit mirëkuptimin dhe bashkëpunimin midis kolegëve, duke rritur potencialin tuaj udhëheqës. Kreativiteti rrjedh duke ofruar një mundësi të shkëlqyer për ndjekje artistike ose përmirësime estetike rreth hapësirës suaj. Në dashuri, dialogët e hapur çojnë në lidhje më të thella emocionale. Partneri juaj vlerëson gatishmërinë tuaj për të dëgjuar dhe ndarë. Beqarët mund të gjejnë partner potencial të tërhequr nga energjia e tyre e ekuilibruar. Përfitimet shëndetësore nga ruajtja e ekuilibrit. Merrni në konsiderat aktivitete si yoga ose tai chi për të harmonizuar mendjen dhe trupin. Financiarisht, vlerësoni investimet për qëndrueshmëri afatgjatë, duke u siguruar që ato përputhen me vlerat tuaja. Peshorja, talenti juaj për të arritur harmoninë jep rezultate pozitive në çdo fushë të jetës suaj sot. Akrepi. 29 nëntori 2025. Është një ditë për transformim dhe vetanalizë. Forcat kozmike ju inkurajojnë të zhyteni në botën tuaj të brendshme, duke eksploruar aspekte të fshehura të psikikës suaj. Qenueshmëria mund të jetë fuqizuese, duke hapur dyert drejt vetëdijes së thellë. Intensiteti i emocioneve tuaja nxit rritjen, duke ju udhëhequr të hiqni dorë nga zakonet e vjetruara dhe të përqafoni ndryshimin. Profesionalisht, të menduarit strategjik çon në përparime. Besojini instinkteve tuaja kur merrni vendime. Depërtimi juaj i mprehtë është aleati juaj më i fortë. Angazhohuni në diskutime që sfidojnë status quo dhe frymëzojnë zgjidhje inovative. Marrëdhëniet lulëzojnë në shikimin tuaj të vëmendshëm. Ndershmëria emocionale forcon lidhjet dhe hap rrugën për mirëkuptim të ndërsjellë. Financiarisht, merrni në konsiderat kërkimin e këshillave për menaxhimin efektiv të burimeve për stabilitet në të ardhmen. Shëndeti përmirësohet me praktika të vetëdijshme që ushqejnë energjinë tuaj transformuese, si meditimi ose ushtrimet e frymëmarrjes së thellë. Akrepi, udhëtimi juaj drejt vetëzbulimit sot përgatit terrenin për një evolucion të fuqishëm personal,
duke ju fuqizuar të dilni të ri për të rirë dhe të rigjallëruar. Shigjetari. Më 29 nëntor 2025. Kërkuesi i aventurave brenda jush ndihet i fuqizuar. Energjitë qiellore nxjerrin në pa dëshirën tuaj për zgjerim dhe të mësuar, duke ju nxitur të kërkoni njohuri dhe përvoja të reja. Qoftë duke u regjistruar në një kurs, duke planifikuar një udhëtim aventuresk, apo duke u zhytur në një libër të mirë. Kërkimi juaj për të kuptuar është i pangopur. Jupiteri rrit aftësinë tuaj për të përthithur dhe ndar mençurinë, duke pasuruar lidhjet tuaja me biseda të thella. Kini kujdes nga angazhimet e tepërta. Vendosni ritmin tuaj për të siguruar përmbushjen e përgjegjësive. Marrëdhëniet lulëzojnë kur i mbushni ato me spontanitet dhe humor. Një aventurë e përbashkët, e madhe apo e vogël, forcon lidhjet dhe lëkujtime të qëndrueshme. Financiarisht, vlerësimi i vizioneve afatgjata përputhet me aspiratat tuaja, duke ndihmuar në vendime të informuara. Në frontin e shëndetit, mbani aktivitetin fizik që përputhet me shpirtin tuaj aventuresk, si që ecja në natyrë ose ciklizmi. Shigjetari, përqafoni mundësitë e sotme me entuziazëm, duke ditur se çdo hap drejt të panjohurës pasuron rrugën tuaj dhe ndez pasionin tuaj për jetën. Britsjapi. 29 nëntori 2025. Paraqet një ditë për të përqendruar në ambicjet tuaja dhe strukturën e nevojshme për t'i përmbushur ato. Saturni ndikon në shenjën tuaj, duke ju nxitur të vlerësoni qëllimet tuaja me një lente kritike dhe të zbatoni strategji pragmatike. Kjo qasje metodike rrit produktivitetin tuaj, duke vendosur një themel të fortë për arritjet e ardhshme. Në mjediset profesionale, cilësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë ndërsa ju udhëzoni ekipet drejt objektivave të përbashkëta. Rrjedhimi rezulton i dobishëm. Kontaktoni mentorët ose kolegët për sipërmarrje bashkëpunuese. Marrëdhëniet mund të kërkojnë kujdes, veçanërisht ato në shtëpi. Gjestet e menduara dhe koha cilësore përforcojnë lidhjet emocionale. Balancimi i jetës personale dhe profesionale është çelësi, duke parandaluar lodhjen dhe duke ruajtur harmoninë. Strategjitë financiare të përputhura me vizionin tuaj afatgjat sjellin stabilitet. Merrni në konsiderat rishikimin e buxheteve ose investimeve. Nga ana shëndetësore, integroni aktivitete fizike që ndërtojnë qëndrueshmëri, si stërvitja e forcës ose ecja në natyrë. Britsjap, angazhimi juaj ndaj disiplinës dhe këmbënguljes sot hedh themelet për sukses të qëndrueshëm dhe përmbushje personale. Ujori. 29 nëntor 2025. Ju fton të shfrytëzoni shpirtin tuaj inovativ dhe instinktet humanitare. Rreshtimi astral i ditës stimulon kreativitetin dhe ju inkurajon të mendoni jashtë kornizave. Ky është një mundësi fantastike për të menduar ide të reja ose për të punuar në projekte që nxisin ndryshime shoqërore. Bashkëpunoni me individ me mendësi të ngjashme që ndajnë vizionin tuaj për një botë më të mirë. Ndjekjet tuaja intelektuale janë në rritje, duke e bërë kërkimin dhe komunikimin veçanërisht efektiv. Jini të përgatitur për mundësi të papritura që përputhen me idealet tuaja progresive. Në çështjet personale, përqafoni stilin tuaj unik të lidhjes. Autenticiteti thellon lidhjet. Miqësitë mund t'ju prezantojnë me grupe ose përvoja të reja, duke zgjeruar horizontet tuaja. Financiarisht, merrni në konsiderat investime jo konvencionale që rezonojnë me vlerat tuaja, por sigurohuni që ato të jenë të bazuara në realitet. Përfitimet shëndetësore nga angazhimi i mendjes dhe trupit me aktivitete si vallëzimi ose sportet në ekip. Ujori, lejoni që idetë tuaja vizionare të fluturojnë sot, pasi përpjekjet tuaja inovative kanë fuqinë të frymëzojnë dhe transformojnë. Peshqi. Më 29 nëntor 2025. Kozmosi ju thërret drejt vetanalizës dhe reflektimit shpirtëror. Ndikimi i butë i hënës rrit natyrën tuaj empatike, duke ju inkurajuar të kërkoni ngushëllim në vetmi ose shoqëri delikate. Merrni këtë kohë për të ushqyer botën tuaj të brendshme përmes meditimit ose përpjekjeve krijuese si shkrimi ose arti. Ëndrat tuaja mund të zbulojnë njohuri, shënojini ato për meditim të mëvonshëm. Mjediset e punës përfitojnë nga qasja juaj intuitive, pasi aftësia juaj për të ndjerë nevojat e pashprehura forcon dinamikën e ekipit. Financiarisht, vlerësoni burimet tuaja me një lente dhe mshurie, duke u siguruar që veprimet tuaja përputhen me vlerat më të gjera personale. Marrëdhëniet thellohen me biseda të përzemërta që lejojnë cenueshmërinë dhe mbështetjen e ndërsjellë. Shprehni vlerësim sinqerisht, duke nxitur ngrohtësinë dhe besimin me të dashurit. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi pushimit dhe relaksimit për të rimbushur bateritë tuaja.
Integrimi i ushtrimeve të buta, si noti ose yoga, përputhet me energjinë tuaj të qetë. Peshqit, udhëtimi introspektiv i sotëm ju udhëzon drejt njohurive të thella personale dhe harmonisë shpirtërore. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.